Sinan Hoxha dhe Shkurte Gashi bashkojnë forcat në këngën emocionuese Dasma, një himn për dashurinë dhe traditën shqiptare. Artistët e mirënjohur të skenës shqiptare, Sinan Hoxha dhe Shkurte Gashi, kanë realizuar një bashkëpunim të shumëpritur nga publiku. Këngën Dasma. Ky projekt i ri muzikor është një festë e vërtetë e dashurisë, e përkushtimit dhe një prej momenteve më të rëndësishme në jetën e çdo çifti, dita e martesës. Dasma nuk është thjesht një këngë për të dëgjuar, por një përjetim emocional që lidh zemrat e dëgjuesve me rrënjët e kulturës shqiptare. Kjo këngë sjell një bashkim të veçantë brezash dhe stilistike, ku zërat karakteristik të dy artistëve ndërthuren në mënyrë harmonike, duke ruajtur autenticitetin e muzikës popullore dhe njëkohësisht duke i dhënë asaj një tingull bashkëkohor. Me një kujdes të veçantë për detaje dhe një përkushtim artistik të dallueshëm, Sinan Hoxha dhe Shkurte Gashi kanë krijuar një këngë që përfaqëson një përzierje të mrekullueshme mes motiveve tradicionale shqiptare dhe melodive të prekshme që i flasin zemrës. Projekti është konceptuar për të qenë jo vetëm një këngë festive, por edhe një himn dashurie që ruan vlerat e trashëgimisë kulturore. Videoklipi i këngës sjell një pamje autentike të një dasme shqiptare, me gjithë emocionin, ngjyrat dhe gjallërinë që e karakterizojnë këtë ngjarje të rëndësishme. Nga veshjet tradicionale e deri tek momentet festive të vallëzimit, gjithçka është ndërtuar për të krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe të paharrueshme. Dasma pritet të bëhet një nga këngët më të dëgjuara të sezonit të verës dhe një hit i padiskutueshëm nëpër dasmat shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Me emocionin që përcjell dhe energjinë pozitive që ofron, kjo këngë ka të gjitha gjasat të shndërrohet në kolonën zanore të dashurive të reja që kurorzohen këtë verë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.